standarde demokratike. Rregull, profesor, flasim pak sepse ka kohë që së bashku kemi diskutuar vetëm për gjëra jo të mira. Sfundmi një lajm i mirë erdhi nga presidenti Osmani dje në orët e mbrëmjes ku njoftoi përheqjen e masave nga BE-ja. Me këtë rast u përmend edhe zhbllokimi i 205 milionëve i cili pritet ndodh në janar të vitit të ardhshëm, po besoj një lajm i mirë ky në tërë këtë mesin e lajmeve negative që kemi pas. Ky është një lajm i mirë për shumë arsye. Do të filloj me atë fillimisht që është një lajm që vije pas ndryshimit të gjendjes në veri, domethënë pas rritjes së kontrollit dhe lishmërisë së institucioneve në pjesën veriore të vendit, që deri diku pothuajse janë përmbush objektivat që kanë qenë, tani më në atë pjesë ka më shumë lishmëri, ka më shumë rregull, ka më shumë institucione të Kosovës. Edhe pse çështja nuk është përfunduar tërësisht, po është më mirë se sa që ka qenë. Po, dje kemi pasur edhe hapjen e urës për Komsor, tani atje kalojnë edhe autobuset, trafiku dhe gjitha. Dhe kjo vjen pastaj edhe me atë që sanksionet u vendosën pikërisht për shkak të këtyre veprimeve. Dhe tani edhe vetë heqja e sanksioneve është një shenjë që deri diku këto veprime i arritën objektivat. Jo tërësisht, po të paktën për rritjen e lishmërisë në pjesën veriore, dhe shtuarjen e dorës së shtetit në atë pjesë të Kosovës. Krahas kësaj, heqja ose fillimi i heqjes së këtyre sanksioneve është një mundësi e mirë për të zhbllokuar procesin e reforma fillimisht, sepse që nga vendosja e sanksioneve pastaj ngërçijon institucional në kuvend, qeveri e kështu me radhë, sikur e ka lënë jashtë agjendën e reformave për integrim në Bashkimin Evropian, dhe tani më kjo i hap rrugë rikthimit në prap një farë mënyrë ose intensifikimit të reformave të nevojshme për antarësim në Bashkimin Evropian, dhe krahas kësaj hap rrugë gjithashtu edhe miratimit të planit të rritjes, që është për tërë Ballkanin Perëndimor, plan i cili ka synim që ta përshpejtoj procesin e antarësimit të shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, dhe Kosova pikërisht për shkak të këtyre sanksioneve kishte edhe të bllokuar çështjen e miratimit të planit që mund të përfitojë domethënë qindra miliona, po krahas përfitime financiare, përfitimet më të mëdha janë që nga këto përfitime financiare do të kemi reforma, nga të cilat përfitojnë edhe qytetarët, edhe vendi, edhe shoqëria në përgjithësi, dhe normalisht që kjo është ajo që ka qenë e pritshme, që sa kohë besoj që Bashkimi Evropian fillimisht edhe kur i ka vendosi masa, nuk kanë qenë të drejta. Sepse nuk kanë qenë proporcionale karshi me veprimet që janë bë, por edhe nuk ka pas veprime proporcionale në anën e Serbisë, për zëmë e cila direkt. Ka pas, është treguar shpeshherë, kemi diskutuar edhe këtu në studio, sepse kjo në fakt ishte edhe pyetja që desha ta shtroja në VM. Pra, që vlerësoni që të pjesën se si masat ishin vënë ndaj Kosovës, kemi diskutuar pikërisht edhe me ju që shpeshherë BE-ja ka treguar standarde të dyfishta në raport me Kosovën edhe me Serbinë. Po. Fillimisht ka qenë shtytja e BE-s ka qenë frika një destabilizimi, jo vetëm në pjesën veriore, po në tërë Ballkanin Perëndimor. Megjithatë, veprimet që i mori pastaj BE-ja u tregua e njanshme. Domethënë na vendosin neve sanksione bukur të mëdha, karshime me raporte ose me veprimet që u bën. Në anën tjetër, Serbia ende mban ata që janë përgjegjës për sulmin në Banska, dhe nuk kemi veprime të Bashkimit Evropian kundër Serbisë. Një gjë që tregon ndoshta edhe njanshmërinë ose pozicionimin e BE-s në këtë relacion, po edhe tregon është edhe pafuqinë e Bashkimit Evropian, dhe nga pafuqia normalisht që ma shumë e dëmtojnë atë që është më i dobët, në rastin tonë për zëmë, se sa një shtet që ka ndoshta marrëdhënie më të mira me disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat e kanë mbështetur për një kohë dhe vazhdojnë ta mbështesin, pra tregon një lloj qasje jo shumë të drejtë të Bashkimit Evropian në këtë rast, po edhe një pafuqi të tyre vërtet për t'u qasur problemeve ashtu siç kërkohet. Mirë po, duke i dhënë më shumë hapësirë atyre që kanë mundësi më të mëdha edhe ekonomike, edhe ushtarake, kështu me radhë dhe politike, në dëm të shtetit tonë të Kosovës që ndoshta i ka pak mundësit më të kufizuara, sepse vazhdon mos nifet nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, pra ka qenë një qasje jo e drejtë dhe sanksione jo të justifikueshme, do thoja, por megjithatë
domethënë kjo është gjendja dhe e mira është që kanë filluar të heqen këto sanksione. Uroj që Kosova të përfitojnë nga heqja këtyre sanksioneve, të filloj me njëherë me miratimin e planit të rritjes, edhe pse kjo tani varet nga ne. A do të bëjmë ne kuvend për të miratu planin e rritjes apo jo? A do të bëjmë ne kuvend për të miratu buxhetin apo jo? Domethënë tani nuk është vetëm çështja tek bllokata e BE-s, po e kemi edhe këtë blokadën tonë, nëse mund të themi këto sanksione që ja kemi vendos vetes, ose që partitë i kanë vendos sanksione vendit përmes blokadës, po them sanksione kushtimisht, edhe këto janë disa kufizime, duke mos kriju institucione që ta miratojnë planin e rritjes, që lidhet direkt me përshpejtimin e procesit antarësimit këtë rast të Kosovës në Bashkimin Evropian, që është një prej synimeve kryesore që ka Kosova. Profesor, përmendet se ndoshta arsyeja pse edhe janë